Të dashur vëllezër dhe motra, gjatë Pashkëve ne këndojmë, vraponi dhe shpallni botës, se si u ngjall Zoti, duke shkatëruar vdekjen. Ai është biri i Perëndisë, shpëtimtari i racës njerëzore. Ndoshta sot më shumë se kurrë, bota jon ka nevojë për mesazhin e Pashkës, sepse ngjallja nuk është thjesht një ngjallje e kaluar, po një përbojë e vazhdueshme për çdo kohë, për çdo pres, për çdo njeri, e cila jep shpresë, dritë dhe gëzim në jetën tonë, dhe nuk na lejon të mbytemi në ditën e hidhërimit. Pavarësisht se sa të vështira mund të jenë problemet tona, gjallja e Krishtit na premton një të ardhme krejtësisht të ndryshme. Gjallja e Krishtit nuk është një ngjarje dhe një kretim që ka të bëjë vetëm me atë, por edhe me ne, sepse ai na bëri pjesëtar të ngjalljes së tij nëpërmjet plotësimit së natyrës së tij njerëzore. Gjallja e tij prek dhe transformon të gjithë njerëzit, duke dhënë ekzistencën së njeriut një jetë të re dhe duke bërë treguesi i plotësimit përfundimtar të natyrës sonë njerëzore. Ai që sot u ngjall, shkruan Shën Grigor Teologu, do të më përtërijë në shpirt dhe do të më veshë me njeriu e ri. Për Pashkë jemi thirrur të përvajsojmë njëri tjetrin dhe për shkak të ngjalljes që të dhënëse të Krishtit, të falim njëri tjetrin çdo gjë, që të mund të thrasim me një zemër të pastër: Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall! Hristos anesti! Hristos anesti! Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall! Krishti u ngjall! Me vdekje, vdekje se e
gjallë së vdekurës, me vdekje shkeli, edhe të varrosurve u fali jetëve. Le të ngjallet Perëndia dhe le të shpërndajnë anët e tij dhe detritin për faqes së tij ata që kanë mëri. Krishti u ngjall së vdekurës, me vdekje shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Si zhduket timi le të zhduken, si shkri Kiriu nga faqja e zjarit. Hristos anesti ek nekron, thanaton pa isas këtis masi zoi arisamenon. Ashtu do të mbasim me katarët për faqjes së Perëndisë dhe të drejtë do të prejnë. Krishti u ngjall së vdekurës, me vdekje shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Kjo është dita që bëri Zoti, le të gëzohemi dhe le të prejmë në të. Hristos anesti ek nekron, thanaton pa isas këtis masi zoin arisamenon. Lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Krishti u ngjall së vdekurës, me vdekje shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Tani e prerë dhe në jetë të jetëve. Hristos anesti ek nekron, thanaton pa isas këtis masi zoin arisamenon.
Krishti u gjallë, vërtet u gjallë, Hristos anesti, Hristos anesti, Krishti u gjallë, vërtet u gjallë, Krishti u gjallë së vdekurës, me vdekje se e edhe të varosur Hristos anesti ekron, thanaton, padisat, endis fimazi, zoi, karisamenon. Krishti unë së vdekurës, me vdekje shkeli, edhe të varrosurve u fali jetën. Krishti unë gjallë, vërtet u gjallë, gëzuar për shumë vjetë, bashkë të bekuara, në shpirtet tuaja, në familjet tuaja, në qytetet tuaja, në Shqipërinë tonë dhe në barë, botën ku jetojnë, punojnë vëllezërit tanë nga gjithë Shqipëria. Gëzuar, bashkë të bekuara, të shëndetshme dhe të mara. Krishti u gjallë, Hristos anesti, Krishti u gjallë, lavdi gjalljes së tij të triditëshme. Lavdi gjalljes së tij të triditëshme. i falemi gjalljes së tij së triditëshme.